Me që prodhimtaria bimore zhvillohet në ambient të hapur dhe ka karakter sezonal, ndërsa masa bimore rritet në vazhdimsi fal punës së njeriut dhe kushteve klimatike, ngritja e temperaturave si gjatë këtyre ditëve imponon një kujdes të veçantë me qëllim që të mos shkojë kot mundi i derdhur për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Ndikimi i këtyre temperaturave të larta kryesisht ka të bëjë me procesin e fotosintezës, për arsye se procesi i fotosintezës është proces kryesor, për të cilit bima përmes materjeve inorganike i krijon ato materjet organike të cilat ne si konsumues të fundit të produkteve bujqësore i shfrytëzojmë. Këto temperatura të larta zvoglojnë intensitetin e fotosintezës, mirë por gara tjetër kanë ndikim negativ edhe në procesin e polenizimit. Për arsye se në temperatura mbi 30 gradë Celsius, procesi i fotosintezës e ul intensitetin e vet, mirë po gjithsesi edhe procesi i fekundimit, domethënë paraqitja e lules, edhe procesi i krijimit të frutit nga lulja, edhe ai proces reduktohet në masë të madhe. Po si të mbjetojnë bimët përballë këtyre temperaturave? Eksperti thotë se shpëtimin duhet kërkuar tek vaditja. Vetë një formë e zbutjes së këtyre temperaturave ekstreme është ujitja. Kuptohet në situata ku kemi mundësi për ujitje. Nuk e zgjedh komplet procesin, problemin ky proces, mirë po e zbut deri në atë masë sa që prodhuesit të kenë një prodhimtari sa më rentabile. Preferohet që ujitja të bëhet në temperatura sa më të ulta, zakonisht në mbrëmje, po nuk do të thotë se nuk mund të bëhet edhe ujitja në mëngjes herët. Sipas pritshmërive të meteorologëve, java e cila është paranesh pritet të jetë java më e nxehtë e vitit, edhe dita e sotme bën pjesë në këtë periudhë. Prandaj, kujdes kulturat e mbjellura kërkojnë ujë, por edhe ato janë si organizmi i njeriut, jo në mesditë se i bën i dëm vetes dhe bimëve.